Ardit, përveç atyre që dëgjuam dje edhe publikisht, edhe gjatë mbledhjes dhe pas mbledhjes, pa kënaqësi të tjera për emrat e propozuar, emrat e zgjedhur brenda demokratëve? Në fakt, përveç atij debati që u pa me zonjën Kuçana dhe zotin Lisandër Hoxha, të cilët në një farë mënyre e shprehen hapur pa kënaqësinë e tyre edhe gjatë mbledhjes, por më pas edhe në intervista dhe dalje të ndryshme televizive, sigurisht ka pasur po themi persona që ndoshta mund ta kenë dëshiruar edhe më të fortë këtë proces ndryshimi apo ripërtëritje, siç ka cilësuar Sali Berisha, por nga ana tjetër ka pasur edhe mbështetës apo edhe idhëtar të tjerë të cilët e kanë parë me një lloj skepticizmi hapjen kaq të madhe apo kaq radikale të partisë në kushtet ku rreth 60% e kryesisë është e përbërë tashmë me anëtar të rinj që nuk kanë qenë në kryesinë e Partisë Demokratike, e po ashtu futen për herë të parë në nivelin e nën kryetarit Partisë Demokratike dy personazhe, dy të rinj, të cilët kanë vetëm ndoshta pak vite që janë pjesë dhe të angazhuar me këtë forcë politike. Kështu që në këtë aspekt ka pasur, le të themi, dy lloj rrymash brenda vetë Partisë Demokratike. Një rrymë e cila kërkonte një rinovim më të plotë dhe më tërësor të Partisë Demokratike, rinovim që sipas tyre do duhet përfshinte edhe ndryshimin e sekretarit përgjithshëm, edhe tek nënkryetari do duhet kishte një rinovim total bashkë me dy tjerë që janë ex officio, pra zotin Bardhi dhe zotin Gjekmarkaj, e nga ana tjetër rryma e cila në një farë mënyre mund ta cilësojmë pak më konservatore, që ka një shikim jo aq shumë pozitiv për prurjet e reja që vinë dhe brenda pak vitesh ose brenda një kohe të shkurtër katapultohen në pozicione të larta drejtuese të Partisë Demokratike. E kuptoj. Mirë. Fole pak për reformën territoriale. Tani, mund të konsiderohet e mbyllur apo prap mund të ndodhë diçka për ta shtyrë drejt konsensusit, pra siç u kërkua që të shtyhet deri në vjesht, pasi më sa pash nga ajo çfarë ke raportuar, ka një kërkesë të socialistëve apo miratim për të shtyrë Komisionin e Reformës Zgjedhore. Po, në fakt për Komisionin e Reformës Zgjedhore kjo gjë ishte e pritshme, sepse praktikisht Komisioni i Reformës Zgjedhore me përjashtim të ligjit për financimin e partive politike deri në këtë momente nuk ka bërë asnjë lloj diskutimi mbi draftet mundshme të ndërhyrjes në kodin zgjedhor apo ligjet të cilat kanë të bëjnë me zgjedhjet. Kështu që në këtë kontekst shtyrja e këtij komisioni ishte më së pritshme dhe ndoshta edhe ky 3 mujor tjetër që do jepet këtij komisioni mund të mos rezultojë i mjaftueshëm për të mbyllur punën e këtij komisioni të posaçëm. Dhe këtë e them nga eksperienca e mëhershme e komisioneve të tilla të posaçme parlamentare, të cilët rezultatin dhe në konkretizimin e punës së tyre e kanë arritur për mos thënë 6 muaj përpara zgjedhjeve, kanë arritur zakonisht 1 vit apo në vitin e fundit përpara se të shkohet në zgjedhjet parlamentare. Ndërkohë që për Komisionin e Reformës Territoriale diskutimi është krejt i ndryshëm, sepse ajo që neve pam ditën e djeshme në mbledhjen e komisionit ishte se majoranca socialiste nuk pranoi propozimin e bërë nga Partia Demokratike për ta zgjatur me 3 muaj si një lloj tentative apo përpjekje për të gjetur një rrugë dhe një konsensus që ndërhyrja këtë herë në hartën territoriale, po jo vetëm në hartën territoriale, në të gjithë atë që quhet reformë e pushtetit vendor të bëhet me konsensus të gjitha palëve politike dhe mos të përsëritet ajo që ndodhi në 2015, ku atëherë në fakt në kushte të ndryshme Partia Demokratike bojkotonte Komisionin e posaçëm të reformës territoriale dhe Partia Socialiste shkoi aso kohë bashkë me aleatin e saj LSI-n, shkoi drejt në një varianti të njanshëm për të kaluar nga rreth 360 njësi administrative të pushtetit vendor që ne kemi pasur deri para 2015-s në një reformë deri diku radikale me vetëm 61 bashki apo njësi të pushtetit vendor. Kështu që në këtë situatë të re të krijuar tashmë mbetet për të parë vetëm varianti që do të sjellë Partia Socialiste në parlament për miratim dhe më pas se si
do të shkohet drejt këtij miratimi, pra të një harte të re territoriale, apo ndoshta mund të kemi edhe një përsëritje të variantit të para 3 viteve, ku kishte sërish një komision të posaçëm të reformës territoriale, por nuk arriti asnjë lloj produkti dhe në një farë mënyre nuk pati ndryshime të hartës territoriale dhe numri i bashkive, por pak a shumë edhe kompetencat vijuan të qëndrojnë të njëjta. I vetmi ndryshim këtë herë, Esmeralda, nëse mund ta theksoj, është që përgjatë tyre 4 muajve të fundit, Komisioni i Posaçëm i Reformës Territoriale është përfshirë në një proces goxha intensiv konsultimi, fillimisht me aktor, drejtues të pushtetit lokal, por edhe ish drejtues, njerëz që e njohin pushtetin vendor, se si funksionon edhe të gjitha hallkat, po ashtu ka pasur edhe konsultime me qytetar në të 12 qendrat e qarqeve të vendit, në një farë mënyrë për ta pasur të plot panoramën e asaj se çfarë ka shkaktuar reforma 2015-s, pra nëse ka qenë një reformë pozitive që ka ndikuar për mirë në jetët e qytetarëve përtej Tiranës, apo ka qenë një reformë e cila mund të ketë mbyllur disa plagë dhe të ketë hapur të tjera. Këtë sigurisht do duhet ta shohim në një analizë të plotë, në momenti kur do të vi dhe drafti apo propozimi i Partisë Socialiste për ndryshimet në ligj. Dhe nga ana tjetër, sigurisht edhe variantin e Partisë Demokratike. Pra, çfarë kanë parë të dyja palët në terren gjatë këtij procesi dhe se si ato tentojnë që ta zgjidhin apo ta përmirësojnë situatën në terren. Ardit, shkurtimisht, sepse ndërkohë ka filluar dhe seanca, në fakt unë nuk i shoh deputetët e Partisë Demokratike aty, do të vazhdojnë bojkotin? Po.